Pozitë si LDK. Musem ka prek. Sa i ka thënë opozita në përgjithësi. Mum ka prek raporti sankcionet ndaj Kosovës në qeverisjen e tinaj. Cilat na janë vendosur padrejtësisht. Mum ka prek humbja e miliona, mum ka prek aferat e mëdha korruptive, subvencionet e këto sende se sa. Gjuha jo. Jo më gjule klasit çka don se koma dertën sa personalisht ju kom thonë edhe në parti, le sa shpunë gjuha tina është edhe po them pa tendencë, mos të më kesh kuptoj në punë edukate, dikush fol pikëzimit, dikush pjellnimit, dikush frenohet. LDK që goxha shpreje banale përdorin brenda kuvendit Kosovës, kështu që... Po i kemi dëgjuar. Flasim pa mikrofon, na flasim. Gjuha s'mundet me qenë kriter asnjëherë nëse... E ka fjalë për zotin Kutim Shala edhe është edhe diçka tjetër. Se po ma kujton se po më thutën po më akuzon çka thash para politika. E ko marr, nuk e di qëllimet jo me ka analizue. Po. Që të fol zotri Kurti për fituaren, të njëjtë atë fjalë atje i përsëri Deona Mihali Mastinaj. Ku po e dinaj çka ka me thonë zotri Kurti, domethënë, edhe çato shprehje. Domethënë Mastinaj është kanë të i përshpërit të njëjtë atë fjalë, sikur Ciceron. A ju apo thoni që Deona e mëson kryeministin apo kryeministin? Ç'se mëson? Deona e mëson kryeministin apo kryeministin Deona? E drejton, po nuk është punë e tyre se si funksionojnë, po është pengesë pak edhe për krijimin e institucioneve të reja, është shumë evidente. E më pyete mu personalisht, ne kem pas debat qatë në kryesi, nga fillimi. Domethënë, edhe për punë koalicionesh, edhe për punë parafrimesh, edhe për punë. Edhe nuk kam vijat kuqe, po hezitoj me bashkëpunu me disa subjekte politike. Sepse e konsideroj që ti duhesh me pas parafri për diçka, për program, për investime. Me cilat subjekte politike heziton Zema, që si kemi 100 kuvend Kosovës. Adin me cilat subjekte politike, cilat janë ato nëse qenë ka vetëvendosja e para, cila është e dyta. Jo, nuk thash asë, për me asë një amen, nështë ta muna me bashkëpunu, me ju se kom problem. Se e kom votu atëherë një koalicion, se kom dash, po e kom votu kur kini najtë veç 50 ditë edhe kini dash mi të regulle dhe kësë se si funksionon brenda partisë, brenda subjektit politik. E njëjta gjuhë me letrën... Ju kanë ndërhyrë edhe brenda partisë, atëherë. Po e ka shkarku ministrin, domethënë pa paralajmërim, e ka shkarku një kryeministër, po. E ka shkarku se ka pyet partnerin e koalicionit fare. Pa besi, që e ka bërë? Po sigurisht pa besi, se ti edhe në marrëveshje, unë jem kon pjesë, ajo është punë e jana, sikur na me thonë ty, ato avazin se e ke pas avans kryeministër që e ke bërë, se më intereson që a ke bërë me ta. Nuk e kemi shkarkuna kryetarin e pikës juj Podojevës e këta djuni qka. Në ato kryeministri e ka shkarku ministrin e ekipit të vetë, sepse e ka bërë që zëtënia së shkërkan në qka kërkohet në obozë, se ka qenë ministrë, jo ka qenë një pasëria e ekipi. Ka qenë pjesë e ekipit të kryeministrit në ato. Ska qenë puna, po e shkarkojmë eksponentin.